punonjës të kryeministrisë, të dashur qytetarë, mirë se po takohemi në këtë mbledhje të radhës së Qeverisë së Republikës Kosovës. Në mesin e pikave të renditës së mbledhjes sotme e kemi një më të veçantë, është kërkesa për shpronësim të pronave të palojshme ish shoqërore të KBI Ereniku për ndërtimin e zonës industriale të mbrojtjes në Jahoc të Gjakovës. Me miratimin e saj hapim rrugë në teren ndërtimit të fabrikës së municioneve, të parës së llojit të saj në Republikën e Pavarur, që do t'i shërbejë ushtrisë sonë, do të arrisë sigurinë tonë dhe do t'i ngrisë edhe më tej kapacitetet tona mbrojtëse. Këtë vendim edhe më të veçantë e bën fakti që po e miratojmë pikërisht në ditën e forcës. Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilën tashmë kemi kontratën nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundoj brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrik do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municionit, kjo zonë industriale do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosovë. Gjatë këtij mandati qeverisës, ne kemi 4 fishuar buxhetin e mbrojtjes dhe kemi 2 fishuar numrin e ushtarëve. Ushtrinë kemi pajisur me sisteme të reja dhe më moderne të armatimit dhe të municioneve nga shtete anëtare të NATO-s, mbi 430 milion euro blerje të armatimit në këtë mandatin e parë janë shënuar. Në mandatin tonë të radhës do të investojmë mbi 1 miliard euro në mbrojtje. Duke rritur ushtrinë, e sigurojmë Republikën, duke ngritur forcën e sigurisë së Kosovës, e forcojmë partneritetin me aleat, urime të gjithëve dita e forcës. Të dashur qytetarë, të nderuar kolegë, që në muajin gusht ne bëm një zgjidhje të përkohshme, duke dhënë overdraftin për televizionin e Kosovës. Me shpresën që pas konstituimit të kuvendit dhe themelimit të komisioneve parlamentare, të arrihet zgjidhja e duhur për të cilën kishin përgjegjësi të gjitha partitë politike parlamentare. Ne nuk i kishim votet e mjaftueshme, pasi që partitë tjera refuzuan kategorikisht pagat për RTK. Siç edhe ka paralajmëruar ministri Hekuran Murati, këtë të hënë në konferencën e tij për media, kemi shqyrtuar disa opsione të mundshme për të dalur nga kjo situatë. Në këtë mbledhje, mjetet e nevojshme po ndahen nga kategoria e kursimeve. Pra, kjo zgjidhje e sotshme, apo më mirë të themi kjo mënyrë e tanishme, është veç se një improvizim i detyruar, pas përpjekjeve tona të vazhdueshme në Kuvendin e Kosovës për ta miratuar aty buxhetin për radio-televizionin e Kosovës. E një lajm të mirë e kemi për përfaqësuesin tonë futboll, për djemt me cilët jemi krenar në çdo ndeshje. Për suksesin historik në këtë fushat të kualifikimeve në Kupën e Botës 2026, kalimin në fazën e play-offit me vendim të qeverisë, sot do të ndajmë 250.000 euro shpërblim. Në fazën e radhës hymë me plot vetbesim, besimin tonë në ta po e shprehim me zotimet tona për ta. Së pari, në rast të fitores ndaj Slovakisë, zotohemi për shpërblim në vlerë prej 500.000 euro. Dhe së dyti, në rast të kualifikimit në Kupën e Botës, zotohemi edhe për 1 milion euro të tjera shpërblim. Përpara Kosovë gjithmonë me ty. E nga kjo mbledhje do të kemi lajme të mira edhe për klubin e futsallit, që po shkruan histori në gara ndërkombëtare, Prishtina 0-1, dhe për nxënësit që do të na përfaqësojnë në Olimpiadën e shkencës dhe të kodimit NEO në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit e vazhdojmë me pikat e parapara për mbledhjen e sotme të 277 me radhë të Qeverisë së Republikës Kosovës. Fillojmë me shqyrtimin e propozimit vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesverbalit dhe të transkriptit të mbledhjes së 273 të ekstraktit procesverbalit të mbledhjes 274
elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Ekstrakti i procesverbалeve dhe i transkripteve të mbledhjeve u është shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes së sotme të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projektit udhëzimit administrativ për mënyrën e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit. Qëllimi i këtij udhëzimi është që të mundësohet zbatimi i ligjit për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit, si dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. E ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdare, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, më lejoni që në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të paraqes rëndësinë e udhëzimit administrativ për mënyrën e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit. Me miratimin e këtij udhëzimi administrativ krijohet baza ligjore për zbatimin e procedurave të konformitetit sipas moduleve të cilat janë kërkesat e rregulloreve teknike përkatëse apo ligjit përkatës në Republikën e Kosovës. Krijimi dhe mirëmbajtja e regjistrit të trupave të emëruara nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë si pikë nacionale për të gjitha trupat e emëruara për kryerjen e aktiviteteve të vlerësimit të konformitetit në Kosovë, përfshirë testimin, inspektimin, certifikimin dhe kalibrimin, si dhe qartësimin në detaje për emërimin, pezullimin, anulimin e emërimit të trupave, si dhe të obligimeve operacionale, aktiviteteve dhe monitorimin e trupave të emëruara të konformitetit nga Ministritë e Linjes në Republikën e Kosovës. Me miratimin e këtij udhëzimi administrativ edhe me tej fuqizohet autoriteti për mbikëqyrjen e tregut me fokus të veçantë produktet industriale jo ushqimore, duke mundësuar kështu krijimin e një tregu me produkte të sigurta dhe cilësore. Kjo gjithashtu i paraprin përgatitjeve për notifikim, pra për trupat notifikues në pikën notifikuese të Bashkimit Evropian, sipas kërkesave të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Ky udhëzim administrativ për mënyrën e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren numër 17/2024 për punën e Qeverisë Kosovës, si dhe është pranuar opinioni mbi vlerësimin e ndikimit buxhetor dhe opinioni ligjor i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-s. Prandaj ju propozoj që në këtë mbledhje të qeverisë të miratoni udhëzimin administrativ për mënyrën e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit. Ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit Ministri Hajdare, do fjalën e kush për diskutim. Me që ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i projektit udhëzimit administrativ për metodologjinë e monitorimit, raportimit të emitimit të gazeve serë dhe informacione të tjera në lidhje me ndryshimet klimatike në nivel kombëtar. Ky projekt udhëzim administrativ ka për qëllim të krijojë një mekanizëm për monitorimin dhe raportimin e gjitha emitimeve antropogjene, sipas burimit dhe përthithjes së gazeve serë, rishikimit dhe verifikimi i emitimeve të gazeve serë. Objektiv kryesor i këtij akti është krijimi i bazës ligjore për transpozimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian për ndryshime klimatike, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njerëzit. Ndryshimet klimatike janë prioritet i qeverisë sonë, duke marrë parasysh obligimet e qeverisë si nënshkruese e deklaratës së Sofjes për agjendën e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor. E ftoj ushtruesin e detyrës ministrit mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Para jush paraqes projekt udhëzimin administrativ për metodologjinë e monitorimit dhe raportimit të emitimeve të gazeve serë dhe informacione të tjera në lidhje me ndryshimet klimatike në nivel kombëtar, i cili harmonizon edhe legjislacionin tonë me kërkesat të BE-s dhe aktet relevante si rregulloria e BE-s 2018 për 1999 dhe rregulloria zbatuese e BE-s 2020 për 1208. Bazuar në ligjin numër 08 për viz 250 për ndryshimet klimatike, ky udhëzim administrativ përcakton metodologjinë kombëtare për monitorim, raportim, verifikim dhe transparencë të dhënave për emitim
time të gazeve serë. Është formuar një grup punues ndërinstitucional me 20 anëtar, i cili ka hartuar projekt udhëzimin në përputhje me planin akteve nënligjore të MMPHI-s për vitin 2025. Udhëzimi administrativ është në harmoni me kushtetutën, legjislacionin vendor dhe ACQUIS të BE-s, pa kosto të shtesë buxhetore dhe përmbajtjes të 5 lejne. Udhëzimi përcakton mekanizmat, kompetencat dhe përgjegjësitë për institucionet dhe subjektet që raportojnë të dhënat e nevojshme për inventarin kombëtar të gazeve serë sipas kategorive të IPCC. Ky udhëzim administrativ është i domosdoshëm për funksionimin e sistemit të plotë të monitorimit dhe raportimit të emetimeve të gazeve serë dhe kontribon në mbrojtjen e mjedisit dhe adresimin e ndryshimeve klimatike. Prandaj kërkoj miratimin e tij. Faleminderit. Faleminderit ushtruesit e tyre të ministrit Durmishi, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika tjetër është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palujshme të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi i mihjes sipërfaqësore për eksploatim të ngjillit për prodhimin e energjisë elektrike për nevojat korporatës energjetike të Kosovës. Me miratimin e këtij vendimi, qeveria konfirmon ligjshmërinë për realizimin e interesit publik përmes shpronësimit të pronave të nevojshme për zgjerimin e mihjes sipërfaqësore të ngjillit për prodhimin e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës. E ftoj edhe një herë ushtruesin e detyrës ministrit, zotëri Hysén Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit, Kryeministër. Departamenti i Shpronësimit pas miratimit të vendimit numër 022 për 269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimit publik, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuar me ligjin për shpronësim të pronës së palujshme dhe propozon për Qeverinë e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palujshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi i mihjes sipërfaqësore për eksploatim të ngjillit për prodhimin e energjisë elektrike për nevojat e korporatës energjetike të Kosovës në zonat kadastrale si Bllog, Shipiktull, Leskovic, Hade dhe Palaj, komuna e Obiliqit, sipas tabelave që i keni të bashkangjitur me këtë vendim. Prandaj ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palujshme të ish shoqërore që administrohen nga Agjencia Kosovare e privatizimit për nevojat të institucionet të Republikës Kosovës, zona kadastrale Beroc 2, komuna Shtrps. Ky vendim konfirmon ligjshmërinë juridike të shpronësimit për interes. Shteti ynë po i zgjeron hapësirat institucionale në gjitha komunat, duke forcuar praninë dhe efikasitetin e tij në shërbim të qytetarëve. E ftoj edhe një herë ushtruesin e detyrës ministrit Hysén Durmishin që ta merr fjalën. Faleminderit, Kryeministër. Departamenti i Shpronësimit pas miratimit të vendimit numër 03/269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimit publik, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me ligjin për shpronësim të pronës së palujshme dhe propozon që Qeveria e Republikës Kosovës të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palujshme ish shoqërore që administrohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit për nevojat të institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës në zonën kadastrale Beroc 2, komuna e Shtrpsës. Ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. A do dikush fjalën për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palujshme se prekin nga realizimi i projektit ndërtimi i qendrës për sport dhe kulturë në komunën e Ferizajt. Përmes këtij vendimi, qeveria konfirmon ligjshmërinë juridike të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për shpronësimin e pronave shoqërore të menaxhuara nga
AKP-ja me qëllim të realizimit të projektit madhor ndërtimi i qendrës për sport dhe kulturë në Ferizaj. Ky vendim i hap rrugë materializimit të një projekti që qytetarët e Ferizajt e kanë pritur gjatë, qendra e re për sport dhe kulturë po bëhet realitet. Ftoj edhe një herë ushtruesin e detyrës ministrit, zotëri Durmishën që ta merr fjalën. Faleminderit, kryeministër. Pra dhe kjo ka të bëjë me vendimin preliminar pas vendimit të parë të datës 19/9/2025 dhe të dëgjimeve publike. Propozohet që Qeveria e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendim preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilët preken nga realizimi i projektit ndërtimi i qendrës për sport dhe kulturë në komunën e Ferizajt, zona kadastrale Ferizaj, komuna e Ferizajt, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm, prandaj ju ftoj që ta miratani. Faleminderit. Faleminderit. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik pronat e palishme sa të prekin nga realizimi i projektit rehabilitimi, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës nacionale R118 segmenti brenda fshatit Mushtisht. Ky vendim është një hap konkret drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe lidhjes së komunës së Suarekës me atë të Shtrupcës, duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm, lëvizshmërinë dhe rritjen ekonomike. Edhe një herë fjala për ushtruesin e detyrës ministrit, Hysen Durmishën. Faleminderit. Departamenti i shpronësimit, pas miratimit të vendimit numër 10/269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimit publik, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me ligjin për shpronësim të pronës së palojshme dhe propozon që Qeveria e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilët preken nga realizimi i projektit rehabilitimi, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës nacionale R118 segmenti brenda fshatit Mushtisht, zona kadastrale Mushtisht, komuna e Suarekës. Tabelat janë bashkangjitur këtij vendimi, prandaj ju ftoj që ta miratani. Faleminderit. Faleminderit. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Edhe pika e 8 lidhet me realizimin e projektit ndërtimin e rrugës, kësaj radhe Korish Kabash, lidhje me rrugën rajonale pranë R118 dhe kemi shqyrtimin e propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik. Ky vendim konfirmon ligjshmërinë juridike të shpronësimit për interes publik për realizimin e këtij projekti. Qeveria është e përkushtuar që të gjitha qytetet dhe fshatrat të lidhen me infrastrukturë moderne për të rritur mirëqenien sociale, qarkullimin e lirë dhe zhvillimin ekonomik. Ndërtimi i rrugës Korish Kabash, lidhje me rrugën rajonale në zonën kadastrale Lubish, Skorobesht, Korish dhe Kabash në komunën e Prizrenit i kontribon pikërisht këtij qëllimi. E ftoj përsëri ushtruesin e detyrës ministrit Hysen Durmishën që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Pas vendimit me numër 11269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimeve publike, Departamenti i Shpronësimit propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i rrugës Korish Kabash, lidhja me rrugën rajonale R118, zona kadastrale Lubisht, Skorobesht, Korish Kabash, komuna e Prizrenit. Tabelat i keni bashkangjitur këtij vendimi, prandaj ju ftoj që ta miratani. Faleminderit. Do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Tash kemi shqyrtimin e propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik pronat e palojshme shoqërore të menaxhuara dhe të administruara nga AKP-ja, të cilët janë të nevojshme për realizimin e projekteve në komunën e Gjakovës.
Me këtë vendim konfirmohet ligjshmëria e shpenzimit pronave shoqërore të menaxhuara nga AKP-ja, të domosdoshme për realizimin e projekteve të komunës Gjakovës, administrimin e objektit të ish-bankosit për nevojat e administratës komunale dhe ndërtimin e fushës futbollit dhe hapësirave rekreative për fshatin Trakaniç dhe zonat përreth. Këto investime rrisin cilësinë e jetës dhe fuqizojnë infrastrukturën sportive e administrative të komunës. E ftoj ushtruesin e detyrës ministrit, Hysem Durmishin, ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Departamenti i Shpronësimit pas miratimit të vendimit numër 05/269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimeve publike, ndërsa se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin për shpronësim të pronës palojshme dhe propozon që Qeveria e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit shpronësimit për interes publik të pronave palojshme shoqërore të menaxhuara dhe të administruara nga AKP-ja, të cilat janë të nevojshme për realizimin e projekteve të mëposhtme të komunës Gjakovës. Administrimi i objektit të ish-bankosit për nevojat e administratës së komunës së Gjakovës, zona kadastrale Gjakov qytet, komuna e Gjakovës, dhe ndërtimi i fushës së futbollit dhe hapësirave rekreative për fshatin Trakaniç dhe fshatrat rreth zonës Trakaniç në zonat kadastrale Trakaniç sipas tabelave që i keni bashkangjitur këtij vendimi. Ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. Nëse nuk ka dikush diçka për diskutu, ju ftoj që ta miratojmë. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik pronave të palojshme shoqërore për nevojat e Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Me miratimin e këtij vendimi konfirmohet ligjshmëria juridike për shpronësimin e pronave shoqërore për nevojat e Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror në zonat kadastrale Vrellë e Goleshit dhe Miren, komuna e Lipjanit, Zatriç, komuna e Rahovecit, Mramor, komuna e Prishtinës dhe Bajgor, komuna e Mitrovicës. Ky vendim i hap rrugë zgjerimit të kapaciteteve të Ashnës, duke forcuar prezencën e saj institucionale në Republikën tonë dhe garanton siguri e efikasitet më të lartë të navigacionit ajror. E ftoj përsëri të marrë fjalën ushtruesin e detyrës ministrit, Hysem Durmishin. Faleminderit kryeministër. Departamenti i Shpronësimit pas miratimit të vendimit numër 09/269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimit publik, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me ligjin për shpronësim dhe i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme ish-shoqërore për nevoja të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror Ashna në zonat kadastrale Vrellë e Goleshit, komuna e Lipjanit, zona kadastrale Zatriç, komuna e Rahovecit, zona kadastrale Mramor, komuna e Prishtinës dhe zona kadastrale Bajgor, komuna e Mitrovicës. Ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. Sa e do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i propozimit vendimit për mbështetjen financiare të FCF Prishtina 01 Futsal për organizimin e UEFA Champions League me datën 24 nëntor 2025 në Prishtinë dhe me datën 5 dhjetor 2025 në Riga të Letonisë. Të nderuar kolegë anëtarë të qeverisë, qëllimi i këtij aktiviteti është përfaqësimi në garën ndërkombëtare Champions League. Aktiviteti pritet të përfshijë një numër të madh të interesuarve dhe të kontribuojë në imazhin e vendit tonë. Andaj duke qenë se kemi të bëjmë me një ngjarje të nivelit evropian, një ngjarje e cila kërkon standarde të larta të organizimit, kërkohet ndarja e mjeteve financiare në shumë prej 23.472 euro për mbështetje financiare për organizimin e kësaj ngjarje. Duke marrë parasysh rëndësinë e saj, po ju ftoj që të ndahen mjetet financiare nga buxheti i zyrës së kryeministrit nën programi për promovim të vendit. A dëm fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika e 12 është shqyrtimi i propozimit vendimit për mbështetjen financiare për pjesëmarrjen e ekipit Kosovës në Neo Science Olympiad Orlando 2025. Të nderuar kolegë, anëtarë të qeverisë,
Parajush parashtroj për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për mbështetjen financiare për pjesëmarrjen e ekipit Kosovës në Neo Science Olympiad Orlando 2025. Qëllimi i këtij propozim vendimi është ndarja e mjeteve financiare në shumë prej 25.925 euro për pjesëmarrjen e 15 nxënësve në Olimpiadën e Shkencës dhe të Kodimit Neo, të planifikuara të mbahen në Orlando të Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga data 10 janar deri me datën 15 janar 2026. Programi përfshin ceremoninë e hapjes, provimet në matematikë, shkencë natyrore, si fizikë, kimi, biologji, kodim e robotikë së bashku me seancën akademike. Duke marrë parasysh këtë arsyetim, ju ftoj që ta mbështesni këtë vendim dhe që ndarja e mjeteve të bëhet edhe me këtë rast nga buxheti i zyrës së kryeministrit nën programi për promovimin e vendit. Nëse se don të fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi propozim vendimit për aprovimin e ndarjes së mjeteve buxhetore për mbulimin e mungesës së mjeteve në llogarinë e shpenzimeve paga dhe shtesa për nëntor 2025 për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ministria e Financave e Punës dhe Transfereve ka propozuar të aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 850.000 euro për mbulimin e mungesës së mjeteve në kategorinë e shpenzimeve paga dhe shtesa për muajin në të cilin ndodhemi tani, pra nëntor 2025 për Ministrinë e Punëve të Brendshme, për çfarë e ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuraj Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë, siç e theksoi edhe kryeministri, pra bëhet fjalë për një vendim i cili mbulon minusin e krijuar në kuadër të MPB-s, sa i përket kategorisë paga dhe shtesa për muajin nëntor. Andaj ju ftoj për miratim të këtij vendimi, mjetet merren pra nga nën programi kontingjencat Ministrinë e Financave, është kontingjencat për paga dhe shtesa me kod 28900 dhe transferohen në Ministrinë e Punëve të Brendshme në nën programin shërbimet administrative me kod 30.000 kategoria shpenzimeve paga dhe shtesa. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Tek të ndryshme kemi 5 pika. Fillojmë me shqyrtimin e propozim vendimit për shqyrtim të mëtejmë të kërkesës për shpërndësim për interes publik të pronat palyshme ish shoqërore të kombinatit bujqësor industrial Reniku për nevojat e realizimit projektit ndërtimi zonës industriale të Mbrojtje, zona katastrale e Ahoc, komuna e Gjakovës. Me miratimin e këtij vendimi ne po i hapim rrugë ndërtimit të fabrikës së municionit që do të shërbej ushtrisë sonë duke forcuar sigurinë, zhvillimin dhe paqen në vendin tonë. E ftoj ushtruesin e detyrës Ministrit të Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysén Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Departamenti i Shpronësimit pas shqyrtimit të kërkesës nga Ministria e Mbrojtjes ka vlerësuar dhe konstatuar se kërkesa i plotëson dispozitat ligjore të përcaktuara me ligjin për shpronësim të pronës së palojshme dhe propozon që Qeveria e Republikës Kosovës të nxjerrë vendim me të cilën miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme ish shoqërore KBI Reniku për nevojat e realizimit të projektit ndërtimi i zonës industriale të Mbrojtjes, zona katastrale e Ahoc, komuna Gjakovës, sipas tabelave të bashkangjitur këtij vendimi. Duke ditur rëndësinë që ka ky ndërtimi i zonës industriale të Mbrojtjes, pra ky projekt ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit shumë. Faleminderit zotëri Durmishi, edhe fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i nismës për amendamentin numër 5 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2014 është pika e radhës. Qëllimi i amendamentit të kësaj marrëveshje është që të mundësohet shtyrja e afatit parashikuar për zbatimin e projekteve të kësaj marrëveshje edhe për 2 vite shtesë për shkak të vonesave për zbatimin e kontratave të lidhura të bazuara në këtë marrëveshje. Konkretisht bëhet fjalë për ndërtimin e objektit të komunës së Gjakovës.
e ftoj zonës kryeministrin e parë për integrim evropian zhvillim dhe dialog, zotëri Besnik Beslimin që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, e nderuara zonës kryeministre, të nderuar ministra, zonës ministra, sot duhet miratojmë nismën për amandementimin numër 5 të marrëveshjes financiare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2014, siç e cekoi dhe kryeministri. Përmes këtij amendamentimi mundsojmë shtyrën e afatit të parashikuar për zbatimin e projektit marrëveshjes edhe për 2 vite shtesë, me që ka pasur vonesa në zbatimin e kontratave të lidhura të bazuara në këtë marrëveshje. Pra, bëhet fjalë për ndërtimin e objektit komunës së Gjakovës. Bazuar në shpjegimin ofruar nga Zyra e Bashkimit Evropian si autoritet kontraktues për fondet IPA, disa faktorë kanë kontribuar në vonesat e mëtejme dhe zgjatjet e mëmotshme të kontratës aktuale të punës, përfshirë periudhën e Covid-19, si edhe ndërprerjen e zinxhirit furnizimit pas pandemisë dhe konfliktit në Ukrainë që janë shoqëruar edhe me rritje të çmimeve. Nevoja e amendamentimit të kësaj marrëveshje del edhe nga afati fiks aktual IPA 2014 dhe fakti që Zyra BE-s nuk ka patur mundësi ta zgjasë më tej kontratën e punës apo të përdorë masa të tjera kontraktuese. Pas marrjes së kërkesës nga Zyra e Bashkimit Evropian, kemi filluar me një procedurat dhe kemi marrë rekomandimin nga Ministria e Punës së Jashtme dhe Diasporës për nismën me datën 6 nëntor të këtij viti, kurse tani jemi në fazën kur duhet miratojmë nismën me qëllim që të vazhdohet me procedura tjera deri te nënshkrimi dhe hyrja në fuqi. Me lënë të sjell në vëmendjen tuaj se marrëveshja fillestare për programin IPA 2014 ka hyrë në fuqi në vitin 2015 përmes një dekreti nga presidenti. Rrjedhimisht nuk ka patur nevojë të ratifikohet në kuvend. E njëjta procedurë është ndjekur pastaj edhe për 4 amendamentime të tjera dhe e njëjta do ndiqet edhe për këtë amendamentim. Ashtu edhe siç është përcaktuar në paragrafet 2 dhe 6 dhe në 7 në paragrafin 4 në 10 ligjit numër 4 thye për L-052 për marrëveshjen ndërkombëtare. Qeveria në detyrë në këtë rast vepron në pajtim me kufizimet dhe përjashtimet e lejuara sipas paragrafit 4 dhe 5 të nënit 31 të ligjit 0.8 thye për L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës, që lejon kryerjen të gjitha veprimeve për lijen e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat ratifikohen nga presidentja. Andaj, ju ftoj të miratojmë këtë nismë që të vazhdojmë me procedurat e mëtejme. Faleminderit shumë. Faleminderit zonës kryeministër Beslimi, edhe fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në radhë kemi shqyrtimin e kërkesës së Ministrisë Financave dhe Punës Transfereve për kursimet dhe ndarjet sipas tabelet bashkangjitur në aneksin A, kursimet dhe aneksin B, ndarjet. Ministria e Financave ka sjellë për aprovim kërkesën për kursime dhe ndarje. Ndarja është e nevojshme për mbulimin e obligimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, përfshirë ato të misioneve diplomatike. Po ashtu ndarja për ETK propozohet si zgjidhje e përkohshme si një improvizim i detyruar për shkak të mos funksionalizimit të kuvendit nga legjislatura e 9, i cili nuk arritet ta miratojë raportin në rregull financiar për televizionin e Kosovës. Për këtë arsye mjeti duhet të siguruar përmes procesit të kursimit dhe të ndarjeve. Për më shumë e ftoj Ministrin e Financave dhe Punës Transfereve, Ekuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Me tabelat e bashkangjitura në propozim vendim, pra propozohet që të ketë harmonizim brenda për brenda, pra MPJD-s, Ministrisë për Punë të Jashtme dhe Diasporë, në vlerën prej 875.000 euro, të cilat pra nevojitin në kuadër të shërbimeve diplomatike dhe përgatitjeve edhe për zgjedhjet e parakohshme pra me 28 dhjetor. Ndërkaq në anën tjetër është edhe ndarja prej 4.480.000 eurove për transmetuesin publik Radio Televizionin e Kosovës, pra të cilat është dashur që të kursehen apo të merren si kursime nga projekte ekzistuese në kuadër të organizatave tjera buxhetore, për shkak se në kuvend, pra nga partitë politike opozitare u refuzua që të kryej detyrat e tyre, pra që të themelojë Komisioni për Buxhet, e kësaj pra të votohej edhe buxheti i RTK-s. Në pamundësi, pra që të sigurohen pagat e punëtorëve tash sa kohë nga ana e kuvendit që si themeluesi i RTK-s, në është dashur neve pra si qeveri që të ndërmarrim këtë hap improvizues do toja në mënyrë që të gjendet një zgjidhje emergjente dhe të sigurohen pagat për punëtorët e transmetuesit publik.
Marrë parasysh pra rëndësinë e këtij vendimi, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit. A dëm fjalën dikush për diskutim? Me që jo atër ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në vijim e kemi shqyrtimin e propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për organizimin e pjesëmarrjes Kosovës në forumin ekonomik botëror Davos me House of Kosova, pra shtëpia e Kosovës. Vitin e kaluar pjesëmarrja jonë e parë me Kosova House në forumin ekonomik botëror Davos, e të prit jashtëzakonisht mirë dhe shërbeu si një platformë e rëndësishme për promovimin e Kosovës, krijimin e lidhjeve të reja ekonomike, kulturore e politike, prezantimin e potencialit ton dhe rrjedhëzimin e diasporës son në Zvicër. Edicioni i dytë në 2026 synon të sigurojë vazhdimsi dhe një prezantim të qëndrueshëm të Kosovës në këtë forum ndërkombëtar. Andaj propozoj ndarjen e 300.000 eurove në kuadër të programit për promovimin e vendit pranë zyrës së kryeministrit. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe tash e kemi një pikë të fundit, është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarje buxhetore për klubin futbollistik Kosova, për çfarë ftoj ministrin e Financave, Punës, Transfereve, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Në kuadër të fjalës hyrëse, pra ju vetëse e lajmëruat që do të bëhet kjo ndarje, pra si shpërblim për rezultatin e arritur deri më tani